kush e thot qoftë edhe një herë në jetën e tij, Zoti thot pejgamberi alayhis salam ka për ta futur në xhenet çfarëdo që të ketë bërë ky njeri. Subhanallah. E ç'është ky shahadet i veçantë? Kush thot dhe deklaron, qoftë edhe një herë të vetme, kush thot dhe deklaron, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, i cili është një dhe i vetëm pa ortak, dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij, dëshmoj dhe deklaroj se Isa alayhi salam, Mesihu, ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij, fjala e Zotit bëhu që ju drejtua nënës së tij Merjemes, shpirti mrekullueshëm dhe i veçantë, i krijuar nga Zoti dhe i nderuar prej tij. Dëshmoj dhe deklaroj se xheneti është i vërtetë dhe ekziston, xhehenemi është i vërtetë dhe ekziston. Ti mund ta thush dhe shqip, nuk ka problem, nuk është kusht patjetër t'ia qellosh arabisht. Kush e thot këtë deklarim, këtë lloj shahadetit veçantë, pejgamberi tha, Zoti do ta fusi në xhenet çfarëdo që të ketë bërë prej veprave të